الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbështetemi tek Allahu dhe I lutemi Atij të na mbrojë nga çdo e keqe. Fillojmë me emrin e Allahut, falës I madh, mëshirues I madh si në jetën e kësaj bote, por mëshirues edhe në jetën tjetër në ahiret. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut, Zoti I gjithësisë, vetëm Ai meriton, se Ai është Allahu, krijuesi, sunduesi I gjithësisë, është Ai I cili na solli në këtë jetë, na mban në këtë jetë, po njëkohësisht na kalon prej kësaj jete në banesat e varreve dhe na ringjall përpara madhërisë të I për dhon llogari. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe përmbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe përmbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Në kapitullin e Bekares jemi, edhe sonte ndash Zoti do ndalemi tek ajeti 81. Fjala është për banorët e zjarrit. Allahu xhelle xhelaluhu urdhën e thot: Bismillahirrahmanirrahim. Bela kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Po thot është e vërtet, thot Zoti xhelle xhelaluhu, që do ta kapi zjarri ato që bën keq dhe që e vërshojnë gabimet e tij, ata me të vërtet do të jenë banues të zjarrit, do të jenë aty për gjithmonë. Allahu na ruaj. Pra Allahu xhelle xhelalu vulos njerëzit të cilët kanë mohu shpalljet e Zotit. Kanë mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe normalisht ajetet të tjera që janë para këtij ajeti bëjnë fjalë për grupet e kundërshtarëve të jehudi edhe Kurejsh që nuk e pranuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u sollën shumë keq dhe filluan të ngrejnë disa teori që Kurani nuk është prej Zotit. Edhe ky nuk po na thot fjalën e Zotit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thoshin për vetët e tyre se ne jemi nga ata që nuk do të na kapi zjarri, nuk do të na djegë zjarri. E shumë gjëra tjera të këqija, Allahu xhelle xhelaluhu I thot me të vërtet, ata I cili thot e ka plojnë gabimet, gjinafet e tij, do t'ju kap zjarri. Pra, njeriu I cili gabon dhe vdes me gabimet e tij, I pa pendu, pa kërku falje, pa e pranu librin e Zotit, pa e pranu Allahun xhelle xhelaluhu, pa e pranu Kur'anin, me të vërtet për te Allahu xhelle xhelaluhu thot kam përgatit zjarrin në të cilin do t'jen për gjithmonë. Kjo është me frikshme, do t'jen për gjithmonë. Ne do të shohim më vonë që disa nuk do t'jen për gjithmonë në xhenem. Pra kanë punu vepra të këqija, por kanë besu Zotin. Pra edhe besimtar, edhe me vepra të këqija, por nuk kanë qenë mohues. Pra, Allahu xhelle xhelalu thot në një hadithi qudsi, ja fal robit tim thot, qindra, mia gjinofe dhe lloje gjinofësh. Por ajo që nuk I fal thot robit tim është shirku. Pra, me vdes duke qenë mas besimtar. Allahu xhelle xhelaluhu thot në një ajet tjetër të Kur'anit: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha. O ju që keni besu, keni frikë Zotin. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pra, mos t'ju vënë vdekja,
vetëm se duke qenë me mendim të mirë për Allahun xhelle xhelaluhu. Edhe kjo lloj apo ky fond i njeriut është me të vërtet sukses i madh. Pra, vjen koha që njeriu rretet, plaket, por beson. Nga fundi. Beson. Dhe nëse beson, Allahu xhelle xhelaluhu e fal, e mëshiron. Pra kur thot, o ju që keni besuar, keni frikë Zotin, dhe mos kujdes, thot, gjithë jeta juaj do të jetë në kujdesje deri në sekondin e fundit që mos t'ju rrëshqasë shejtani i mallkuar. Pse këtë grup të cilin e përmend Allahu xhelle xhelaluhu, këtyre ju pat ngrejt menja. Si e gjatë, i thoshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e mohojshin dërgumin e Zotit, po edhe librin e Zotit. Në mënyrë absolute. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu thot do të jenë përgjithmonë atje. Kjo fjala përgjithmonë është shumë e rrezikshme. Pra shikoni, përgjithmonë do të thot pa mbarim. Përgjithmonë do të jenë banorë të xhenetit, përgjithmonë do të jenë edhe banorë të xhehenemit. Pra imani, besimi, aq rëndësi të madhe ka në jetën e kësaj bote, sa që si për thonë, dahat e mira për i të keqës, dahat e përhershmja, dahat e përhershmja xhenetit me të përhershmën e xhehenemit. Dahen në jetën e kësaj bote. Allahu xhelle xhelaluhu thot, atje do të jenë përgjithmonë. Pra ku me qenë përgjithmonë, mbarçe me lule? Njerëzit, Allahu na ruaj, kanë një mendim që ja ka mjell shejtani mallkuar në gjumë, në mendje, ja ka flejt trunin. Edhe thot, ç'të bëhet për gjithë, le të bëhet edhe për mua. Si për gjithë. Pra nëse